Për të kaluar tani tek një lajm tjetër, presidenti i Shteteve të Bashkuara është gjithmonë në qendër të vëmendjes. Ai ka njoftuar në fakt se do të ketë një projekt historik dhe ambicioz, sikurse vetë ka cilësuar ndërtimin e një harku triumfi në Washington. Gjatë një pritjeje zyrtare të mbajtur në shtëpinë e bardhë, ai theksoi se kryeqyteti amerikan, pavarësisht të rëndësisë së tij politike dhe historike, është i vetmi qytet i madh në botë që nuk ka një hark triumfi. Sipas tij, ky projekt do të shërbejë si një simbol i fuqisë, historisë dhe unitetit amerikan. Trump bëri të ditur se harku do të ndërtohet pranë urës së Arlingtonit përballë memorialit të Abraham Lincoln, një nga zonat më të vizituara dhe më simbolike të Washingtonit. Tha po ashtu se do të frymëzohet nga harku i famshëm i Champs-Élysées në Paris, por shtoi me bindje se versioni amerikan do të kalojë atë nga madhësia dhe nga madhështia. Mbase do të detyrojë ndonjë nga autorët që t'i bëjë edhe një libër, pse jo. Gjatë darkës gala, presidenti prezantoi edhe një model të projektit, duke ngjallur reagime të ndryshme mes të pranishmëve. Në deklaratat e tij, Trump përdori një ton karakteristik duke theksuar se 4 shtyllat e harkut triumfal, sipas tij, kanë qenë gjithmonë aty dhe kanë pritur për qindra vjet që ky projekt të realizohej. E me sa duket tashmë ka ardhur momenti që ta kemi një projekt të tillë, një projekt i cili do të shërbejë që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kenë harkun e tyre të triumfit. Fjalimi i tij kishte edhe komente ikonike ndaj Francës dhe Europës dhe patjetër që ai theksoi edhe rëndësinë e tyre në shekullin e 19 për ndërtuar historinë edhe gjithë narrativën të cilën ne e njohim. Pra, lajmi në këtë rast është se edhe Washingtoni do të ketë një hark triumfi, për të cilin Donald Trump thosë se do të jetë edhe më madhështor se ai i Francës.